Robi s'flaket kur vjen mosha. Robi flaket kur danë vet. 40 vjeç edhe është prova që disiplina mundet me ta mujt edhe kohën. Botrori 2026 ka me kon fundi karrierës tij. Në atë kohë kam i pas 41 vjet. Në intervistë Ronaldo ka thonë: "Kur them se pensionimi jam është afër, e kam fjalën për 1 ose 2 vite. Pra, ai e di që fundi po afrohet, po nuk e sheh fundin si tragjedi, po si një mbyllje me dinjitet. Ai e pranon që çdo gjë e ka kohën e vet. Po derisa të vija e dit, ai ka me vazhdu me u stërvit, me luftu edhe me jap maksimumin. Edhe sot, në moshën 40 vjeçare, Ronaldo shihet si atlet profesionist, stërvitjet për ditë, edhe flan me orar të rap. E nuk pranon idenë që mosha ka me ndalu. Ronaldo po e mbyll karrierën qashtu që ka nis, me zjarr e me uri. Nuk po kërkon duar trokitje, po kërkon me lani mesazh. Ai e din që çdo gol i fundit është si një kujtim për këtë botën, se suksesi nuk është dhuratë, është rezultati i përditshëm i sakrificës. Ai nuk e tu ikë me futbolli, po largohet si një njeri që ka fituar çdo betejë me vetveten. E nështë në 2026 kjo epokë ka mu mbyll. Po metet një mësim që vlen për secilin prej nesh. Mosha nuk është pengesë, është provë e karakterit. Jo menoni që dikush tjetër ka me arrit me bë çka ka bërë Ronaldo me këtë moshë. Edhe mos harro me bë follow Urban FM e subscribe në YouTube.